Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do të fillojmë të bisedojmë diçka në lidhje me një 5 çështje të cilat ndikojnë negativisht në shoqëri, ose 5 çështje të cilat e prishin familjen, shoqërinë dhe rrethin. Në xhumat e kaluar kemi folë për 5 çështje mbi të cilat ndërtohet shoqëria. E sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flasmi për 5 tjera të cilat bën shkak dhe mund të shkatërrohet familja dhe shoqëria në përgjithësi. Për këtyre 5-ve, të cilat janë aktuale edhe në kohën tonë, por edhe në kohra të mëhershme, e para vëllezër fillon me xhelozi. Prej smundjeve që shkatërrohet familja, shoqëria në përgjithësi është xhelozia. E dyta është urrëtia e pakontrolluar ndaj njerëzve në familjen, në rrethin e gjan. E treta është shpresa e kotë, ku njeriu ndron gjëra të cilat nuk janë as normale as reale. E katra është jo meritokracia, ku njeriu don me bë diçka por s'meriton, don me arrit diçka por nuk është meritor për çështjen që don me arrit. Dhe e fundit do të flasmi për dembërllikun, pasivitetin në shoqërinë, familje kështu me radhë. Pra për secilën prej tyre një nga një do të flasmi me lejen e Allahut xhelle wala. Fillojmë te sëmundja e shekullit, nëse mund mi thonë kështu, e cila e ka emrin xhelozi. Vëllezër të ndershëm, në jetën e kësaj bote kemi thënë se njeriu përmbëhet prej 3 çështjeve. Ky njeri që shohim ne përbëhet prej trupit fizik, që bëjnë pjesë e eshtrat, gjaki, mishi, venat, ku e diçka. Por këtë njeri e përmban edhe aspekti psiqik, logjika, është element i krijimit të njeriut. Dhe ky njeri mbi gjitha ka dhe shpirt, është qenie shpirtërore. E qysh smuhet ana fizike e njerit, që është e njohur për secilin prej nesh, çështu smuhet edhe ana psiqike, mentale e njerit, por smuhet edhe ana shpirtërore e tij. E xhelozia është smundje shpirtërore, me cilën smuhet shpirti. E pastaj kur smuret shpirti, njeriu e bën të parahatshëm, leje që vetë nuk e shijon jetën, të mirat e jetës, por i pengojnë edhe të mirat e tjetrit. Pra xhelozia, nëse analizojmë historinë e njerëzve vëllezër, pej kur u kriju njeriu, mëkati i parë, smundja e parë, ka qenë xhelozia, e dyta menjëmadhësia. Smundja e parë shpirtërore, me cilën janë konfrontuar mes vetit 2 krijesa, shkak ka qenë xhelozia dhe pastaj menjëmadhësia, sepse xhelozia çon në menjëmadhësi. Nëse lexojmë dhe analizojmë me vëmendje historinë e njeriu të parë Ademit alayhis salam, kur ka fillu në një farë forme shejtani mallkun me u bë kundërshtar i njeriut, kur ka fillu me xhelozu, i ka hyrë xhelozi e madhe ndaj njeriut, dhe pastaj ka fillu me xhelozu njeriun. Prej xhelozisë ka kalu në menjëmadhësi, e pastaj është bërë shkaktar dhe Zoti i Madhërisëm e ka përjashtuar mëshirës vet. Pra sëmundja e parë shpirtërore me cilën atakohen njerëzit është vëllezër xhelozia, është sëmundja e radhë. Xhelozi mund të ketë në familje, mund të ketë rreth ngushtë në shoqëri, por mund të ketë xhelozi dhe shoqëria ndaj shoqërisë, vendi ndaj vendit e kështu me radhë. Po unë po e flas, po e reduktoj këtë temë për shkak se du që ta kuptojmë për çka po bëhet fjalë
dhe sa më shumë të riparojmë vetën, familjen dhe shoqërinë. Pra vëllezër të ndershëm, xhelozia është sëmundje e rëndë me cilën mund të goditet familja, shoqëria dhe rrethi. Dhe njerëzit të cilët jetojnë në mesin njerëzve dhe e kanë këtë dozë të sëmundjes shpirtërore, ata pastaj fillojnë dhe me i dhanë reflekset e para të jetës dhe fillojnë me bërë edhe çrregullime në tokë, në radhë parë në familje, pastaj në shoqëri dhe në rrethin ku jetojnë. Pra nëse e lexojmë këtë historinë e njerëzve në tokë, e gjejmë se sëmundja e parë me cilën o sprovu njeriu ka qenë xhelozia. Allahu xhelle wala kur i tha me lajkëve se po e krijoj një njeri, një krijesë me emrin njeri, një insan. Sepse njeriu ka emrin insan. Një krijesë që harron, një krijesë e cila nuk jeton vetë. E kena shpjeguar një herë më herët. Vëllezër, që sa mirë ka lënë Allahu azza wa jall emrin njerit. Insan. Në Kur'an thot ja ju el insan, o ti njeri. Pse brendi materiali ka vjen ky njeriu është krijesë që harron. Qysh harron? Po s'ke pa njerin për shembull e harron për ardhen. E harron për ardhen. Bëlem Zoti madhërisht më thon Kur'an, daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Than njeriu harroi ka ardh, edhe dashti më na pru shembull neve tha, e kushin gjallë të vdekurit pasi të vdesin. Fa ka harru që ka ardhur për diçka që s'ka ekzistuar. Merë me men vëllezër ku ta gjeni njëri i cili fol për Zotin. Se kam temën këtu po dhe mohon Zotin. Veç thoj nëse unë e man një pik ujë edhe qes në dorë. Sikur mos ta kishte ditë se për çfarë e kriju, a kishte besu. Cili prej neve mëse pas ditë që mi kriju, kish besu se pe një pik e ujit fliq marrë njëri. Cili? Allahu tha daraba lana mathalan. Ky njeri që harron gjithçka, harroi. Edhe dashni me pru një shembull tha, men yuhil idhama wa hiya ramim. Kush i ngjall këto eshna të shkapërderdhur. Allahu tha thuj ka më të ngjalla i cili ka kriju për herën e parë e ti s'e kanë hiç. Edhe të ka dhënë shembull me ditë se përderisa e kriju pe një pikë ujit fliqt, veç e ki modelin madhësi ku me shku ki më rinjallë për sëri. Pra e ka njeriu emrin insan, krijesë që harron. Allahu tha me lajkev, ka me kriju tha një krijesë me emrin njeri, insan. Me lajket e pyetën dhe në Zot, mos vallë ki ka me bërë çrregullime në tokë. Ka me bërë çrregullime ky njeri, kjo krijesë që të me pruti. Dhe shejtani mallkuar nuk reagoi, sepse nuk e pa të mirën hala. Nuk e pa të mirën, hala nuk e pa modelin njeriut. E kur Allahu xhelle wala krijoi njeriun dhe e pa shejtani, a di çka tha? Un jam më i mirë se njeriu. Ktu fillon xhelozia. Tha un jam më i mirë se ai. Pse je më i mirë se njeriu? Tha khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Tha mund ke kriju pe zjarmi, dhe zjarmi më i fortë se sa dheu. Tha këta e ke kriju pe dheut. Allahu xhelle wala tha kam krijuar njeriu në formë më të mirë të mundshme, më të bukur të mundshme. Dhe këtu filloi smundja. Pra xhelozinë kupton dëshira e flakt, por mos m'ia pa tjetrit të mirat. Kjo është smundje. Mos na sprovo Zot me këtë smundje, sepse s'na lë rahat në shtëpi. Se kemi bardh me vete si një gacë në thellësi të shpirtit, që djeg se të poshtë mirën këtë dunjë. Kështu që është mirë me shukë këtë gacë edhe me të ullë qetë. Pse duhet me xhelozu njerëz për shkak se kanë? Pse duhet me xhelozu njerëz për shkak se Allahu ka dhënë dije dhe sukses? Për shkak? Bile Allahu tha në Kur'an, em yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli. Tha ata po i xhelozojnë njerëz se unë i kam dhënë të mira njerëzve. Tja dhe të Zoti po do mu përzia. Pse du të me xhelozu t'i kanë? Pse du të më bën shkak xhelozia dhe me pengu suksesin familje dhe në shoqëri? Pse du të më bën shkak kjo punë?
Po a di pse pi tham vëllezër të fjalë? Sepse në çfarë kohë kemi ardhur? Në shumicë të këqijave që po i përjetojmë ne sot, rrënjët i kanë te xhelozia. Tu fillu prej kupollës shtetit e te poshtë. Pse zbashkunojmë na shqiptarët mes veti? Për çka? Për shkak të xhelozisë dhe egos që kemi. Ne jemi në gjendje me prish komplet shtëpinë për shkak xhelozie. Për shkak një fjale që do të më thonë tjetrit, po be vëlla, Allah e ta ka dhënë para i koftë. Lumti. Se mund ka dhënë Allahu diçka që s'ka dhënë ty, dha nasiltas. Po na se bojmë ta. Ne e prishmi familjen, e prishmi shoqërinë, e prishmi shkollën, e prishmi xhamin, prishmi gjithçka, sepse s'na i punon goja me thonë halal kohë be Allah, se ka dhënë Allahu subhanahu. Kur të jep Allahu s'u ta merr kush. E në vend që me thonë këtë fjallë, na kryojmë pasaj verzione tjera. Me sabotu, me shantazhu, me pengu, edhe në fund çka bojmë? Zbojmë kur gjo, e shkatrojmë. Me që me pasë edhe të mira shumë i se në të gjia. Por këtë arsye vëllezër, e dini sa është të ranë xhelozia, që pju thamë. Allahu ka zbit ajetën Kur'an, mu na mësu mu mbrojt për shumë seneve. Allah në ka thonë, kërkoni mbrojtjet e Zotit për zjarmi i xhenemit. Ju e dini çka zjarmi, edhe në këtë dunjë. Allah mos na provon me ta. Ama Allahu ka thonë, ka zbita e në Kur'an, ka thonë, çysh kërkoni mbrojtjet e Zotit për zjarmit, kërkoni mbrojtje për xhelozisë. Don ka që është e rrezikshme xhelozia. Sepse e fundos njeriu në analet e xhenemit. Po para se me fundos atje, a i shkakton të lashet mdoja në shoqëri. Leje që vetë su në zënë vend, po i shkatron dhe tjertë. Pra ne jemi musliman vëllezër. Vallahi s'ja vlen me i bartë me veti të smundje në musliman. Ata që ja kanë mësy xhenetit s'ja vlen me i tu me xhelozin të tjerëve. Pse vëllah në akşam ku shkon me fjeci thua Allah të Zot, nëse dalë në sabah, du mi pa të gjithë më mirë se une. Sepse on një rregull vëllezër, Allahu xhallahu ala na ka mësuar përmes pejgamberit, nëse njeriu lutet mirë për dikan, Allahu për të ka me lajke shumë fishoja të mirat këti. A nëse lutet keq për dikan, dhe Allahu pakoja të mirat. Ndoshta sot ki, ama kur të fundosësh mas dikohe, mos lëp shkaktar tjetër. Mos thuj qysh kesh mirë u bona keq. Po pyet e zemrën tane, sa prej të mirave ke pa njerëzve dhe ti ke xhelozu. Edhe sa herë ke dëshiruar të keqën dikujna. Dhe pse duhet nga dëshiru? E dini vëllezër që njeriu vjen me rrezik këtë dunjë. E dini. Edhe ai që vendos Zoti, jo ti. Pse mos më dash mirë njerëzve? Pse mos më gëzoni se dikush ka më shumë se na, ti më shumë se na? Pse? Se cilë ka vërë në vetë, i pasavendësueshëm. Por Allahu ka thonë Kur'an, unë i kam bërë dallimit mes pejgamberëve, lema mes njerëzve. Allahu i kanë ngritur vlera pejgamberëve dhe ka bërë dallimin mes tyre. Edhe lema mes njerëzve. Dhe kur t'ia shën dikujt vlerat që i ka, dijen që ka, pasurinë që ka, thjesht është për Zotin. Pastaj nuk e din vllai dashur ti pse Zoti ja ka dhënë pasuri. Nuk e din. Nuk e di urtësinë se ndoshta e ndërshkon një ditë në ahiret për shkak se e ke shpërdorur pasurinë. Ndoshta ka vënë në test me pas sa peshon kënjeri. Çka ban kënjeri me dhënë njëri pasuri? Çka ban? Ku te ku mrin kënjeri? Por këtë arsye vëllezër, ka disa gjana shpirtërore që kur ato marrin për masa në qenin e njeriu ja pamundësoj me pa lumturinë e jetës. E di çfarë do të thonë jetu me xhelozi. Sigurisht më ta moni gac e më ta vu mbrana në lukth. Vallahi xhelozia alo me ashpër është. Gjeg për mbrana. Mend që më shumë me jetu i qet ti rres. Edhe as nuk e shijon të mirën që ki në shtëpi, as në familje, as njet. Edhe del për se bote me gac të xhenemit pa nevojë. Po ja tham një shembull vëllezër, se nuk është lehtë me eduku njëri, me eduku shpirtin këtë gjendje. Me pru shpirtin këtë nivel, që mos më dash të keqë njerëzve.
Nuk është letë të shko dhe non kjo. A di pse nuk është letë? Sepse ata që e kanë ndërgjegjën e pastër, ju ka garantuar Allahu xhennet. Allahu nuk garanton xhennet për punë që janë të lehta. Se është vështirë me arritë qëllime. S'ku me thonë çmimi Nobel, nuk ka për keq. Edhe xhenneti është i shtrenjtë, nuk është për keq. Na duam të jemi të gjithë banorë të xhennetit. 7 miliardë jemi sot në çun sabah, ose më shumë plus minus. Zot runa, nuk jemi këtë banorë të xhennetit. Na duhet ne bëjmë betejë me kanë na banorë të xhennetit. Sa Allah dhe sjeni krejt. Edhe është transmetuar një rast me njënin prej shokëve të pejgamberit, që njerëzit kanë injoruar këtë dunjë. Ai 3 herë ka hinë me xhlis, edhe 3 herë për ta ka thonë pejgamberi sa kjo banori i xhenetit. S'ku më thon atë ju kallzoj kush o banori i xhenetit, më thon ju kush o, thotë çaj që vjen tash. Ata shok se kanë ditë kush po vjen njani. Mi po si mush sin kërkujna. A ke pa në mezhliset tona kur ti injorojmë njerëz, sa nuk e di çfarë punë ka me Zotin ai. A ke pa kur ai fal me një madhësi egoizmi, ti verbon syrin dhe ti duket që askush s'o si ti. Andoshta ti s'ki vlerësh e Zotit madhrishëm. Dhe hynja njeriu e fshirën sahab si mushi syn, një herë, 2 herë, 3 herë, të tretën herë, 3 raste i njëjti person. Dhe Rasulullah tha vallahi kjo banori i xhenetit. Tha më tha Allahu për mes me lajkës, kjo banori i xhenetit. Njani tha, thu çfarë punë bën ky që banori i xhenetit. Edhe shkon e shoqëron në shtëpi. Kur ta shoqëron në shtëpi vet, ky s'ban diçka punë të mëdha, namazin, fjalë të mira, para se më ra me fjet lutë diçka dhe bjen me kështu me radhë. I tha ky, unë i tha që 3 ditë me ty, tha di pse kam nejt me ty? Tha du me mësu sekretin pse e banori i xhenetit. Tha po se di që banori i xhenetit unë. Tha ka thonë Rasulullah, ti e banori i xhenetit. A më çfarë punë ban ti tha që e banori i xhenetit? Tha nuk baj punë tjera unë. Tha veç nëse ka diçka të mbrëmshme në zemër e që ti se di. Tha po shoki në zemër? Tha kur të bij me fjet, tha mo Allah. Ku çona në sabah mund sa ma ti shon njerëz këtë më mirë se unë. Wallahi dhe kjo ka rënë. Kjo nuk ka letë. Tha e tha me zemër. O Allah, kur çona në mëngjes, mund sa ma ti shoh krejt njerëz më mirë se unë. Po s'është letë me thonë, me zemër, se Allahu dëshmitar. E pse nuk po lutni për mirë? E pse s'po gëzohemi, pse s'krenohemi? Pse s'jemi të qetë kur i shohim njerëz që ka dhënë Zoti sukses? Ju ka dhënë pasuri, ju ka dhënë autoritet, ju ka dhënë dije. Të bëjmë gara, të bëjmë si ta. Po jo me i xhelozu, jo me i pengu, jo me shkatru shtëpinë për shkak një fjale që s'ja pranon dikujt të mirë që Allahu e ka dhënë. E pastaj pi shtëpisë me dalë kjo xhelozin, ma hallës në fshat, në qytet, në shtet. Edhe pastaj me prish gjithçka sepse tu e xhelozun e tjetri. Pra vëllezër të ndershëm, në xhamat e kaluar kemi biseduar për 5 shtylla mbi të cilat ndërtohet shoqëria, e prej sodit fatkeqësisht do flasmi për 5 tjera që e shkatrojnë shoqërinë. E numër 1 që ndikon në prishjen e shoqërisë është xhelozia, për këtë arsye këtë e dini surën Kul a'udhu bi rabbil falaq, këtë e dini. Allahu në fund së sure ka thonë dhe kërkojmë mbrojtje te Zoti prej hasedxhiut, për atij që xhelozon, e pastaj prej tij burron e keqja. Kaq është e rrezikshme xhelozia. Sepse prishje shkatron begi balancat mëdha në shoqëri. Tu pe përfundoj për shkak